Trëndelina Muhaxheri i Briqi kur nuk do ta harroj pamjen e nënës Emine Shabani Muhaxheri në 16 prillin e vitit 1999. Prej asaj dite më nuk di asgjë për nënën Emine, e cila ishte me kushërirën e burrit Sanie Muhaxheri, atë ditë kur do të niseshin bashkë nga fshati Dramjak drejt qytetit. Trëndelina ishte 14 vjeçe. Dita e fundit o kanë e nanës kur o dal për me ble ushqime për shtëpi. Edhe aty o kanë dita fundit e kanë përcjell derit e dyrta o borrit. Edhe prej asoj dite mo nana nuk u kthi kur. Kemi prit ditë, natë, edhe mo kur nuk u kthi. Ja, çka u mungon shumë sana. Mas pare më kishë mungur tepën i për shafemi nanës mja dhonë që kur nuk mujta mja dhonë. Edhe normal, unë jam bonan tash, kam 2 fëmijë. Edhe di qka është, dhimta, me qenë nonë. është shumë e vështirë, edhe s'po moj as qysh me përshkruat dhimbje që i kem hala që kur nuk shuhet. Nëna e saj është vetëm njëra prej 15 personave të pagjetur nga komuna e Ferizajt edhe 26 vjet pas luftës. Familjarët e Emine Shabani Muhaxheri dhe personave të tjerë të pagjetur kanë bërë sot homazhet e obelisku në rrugën Dëshmorët e Kombit në ditën e personave të pagjetur të Ferizajt. Ndërimet janë organizuar nga shoqata e personave të zhdukur të Ferizajt, Yjet e zemrave. Salim Muhaxheri nga kjo shoqatë ka shprehur gënjimin e tij me qeveritë njëpasnjëshme që nuk ja kanë dalë ta kthejnë në prioritet fatin e personave të pagjetur në dialogun e ngecur me Serbinë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Si familjar po flas, edhe familjar, pas jam edhe kryetar, po jam një herë edhe familjar. Shpresat me të vërtet po vini për çdo ditë po veniten. Duke po procesin se si o të shku, binimi shqiptarë ende janë të pagjetur, nuk po dim edhe çka. Ai ka thënë se ka familjar që ende po përdorin kanale jo zyrtare komunikimi me Serbi, me shpresë se më të dashurit e tyre ende janë gjallë. Megjithatë, vetë ai ka humbur shpresat. Mesin e tyre jam e dhënë, po të them drejtën, pasi që hala ka njerëz tillë që thot, hala gjinën dikon gjallë. Domethënë hala ka njerëz tillë që thonë janë gjallë, gjinën dikon gjallë. Mirë po ato sane, me të thonë drejtën, ne si familjar nuk pi besojmë. Trëndelina ndërkaq thotë se ato pak shenjat e nënës i ruan si kujtimet më të shenjta të SM-s së pagjetur. Me që ato na e ushqejmë shpirtin çdo mëngjes, çdo mbrëmje. Me që ato kem kujtimet nënës, pa ato edhe nuk na mjaftojnë ato kujtime. Edhe fotografitë që i kemi pas nënës gjatë luftës, na kanë koll, na kanë prish shumë pak kemi, edhe fotografitë nënës. Fëmijëve jo, nuk e kam shumë vështirë me ju foli për çdo ditë fëmijëve, qikat edhe shumë shpesh ma bojnë mam, ti shkon mami jëta, a na kish dash, a na kish përqafu, a na kishte isha po mam se mami nona jam më kanë shumë më kanë burë, grue, kreti ka pas. Zhgënjim me mungesën e angazhimit më të madh të qeverive qendrore kanë shprehur edhe familjarë të tjerë të personave të pagjetur.